Aleksi ishte me nxitim, koha po mbaronte. Një takim i rëndësishëm me partnerët nga i cili varej fati një projekti të madh për të cilin ai kishte punuar gjatë muajve të fundit, ishte në rrezik të dështonte. Pas vdekjes së gruas së tij, puna u bë e vetmja gjë që kishte rëndësi për të. I vetmi vend ku mund të fshihej nga dhimbja dhe boshllëku që e përndiqte. Papritur momentin i aterhoqi një zë i hollë fëmije. Dada. Mos ndoshta të duhet një foshnjë? Aleksi u ndal me vrrup. Pothuajse u përplas me gruan që po ecte përpara tij. U kthye, i vërhitur. Një djalë që ndronte buz trotuarit, i mbledhur nga të ftohti, i dobët, me sy të mëdhej të friksuar dhe një fytyrë të ndrojtur. Duke i rreth 7 vjeç, jo më shumë. Në të kam bante një foshnjë të mbështjellë me një batanie të ndotur që qartësisht nuk ishte e përshtatshme për Stinën. Djali e shikonte Aleksin me shpresë të dëshpëruar. Shikimi i tij të shkoi përmes armaturës së indiferencës që Aleksi i kishte ndërtuar me aq kujdes për vetes ndër vite. Diçka në atë shikim i kujtoi Aleksit atë ditë, por ai përpiqej të mos mendonte për të. "Çfarë the?" pyeti burri përsëri, duke u përpikur të mbajë zërin të fortë. Nuk i pëlqente të shpërqendrohej. "Po, pyetja ndoshta të duhet Alisa." Përsëriti djali me hezitim. Ai e shtrëngoi foshnjën më fort sikur kishte frikë se Aleksi do t'ja merrte menjëherë. "Ajo do të haj, por nuk kemi asgjë", vazhdoi djali. Aleksi u përkul dhe shikoi djalin më nga afër. Ai nuk po tallej. Në syt e tij kishte lodhje, vendosshmëri dhe një hije dëshpërimi të rritur para kohe. "Ku janë prindërit e tu?" pyeti Aleksi, duke parë rreth vetes, sikur të priste që nga ndonjë qoshe të dilte dikush dhe të qeshte. Djali uli syt. "Mami iku", ai foli qetë, si të ishte mësuar me këtë mendim. Tha se nuk i duhemi askujt. Fjalët u than me aq qetësi, saqë i bën më të dhimbshme. Aleksi ndjehu si një grusht në stomak. "Edhe ti? Përpiqesh të japësh motrën tënde?" pyeti ai, ende duke mos e kuptuar plotësisht absurditetin e asaj që po ndodhte. Djali tundi kokën. "Jo, thjesht ndoshta dikush mund ta marr, që ajo të mos vdesë nga uria. Unë do të përpiqem të mbijetoj vetë." Ai e shikoi Aleksin drejt në sy. "Por ajo është e vogël, nuk mundet vetë." Aleksi ndjehu se diçka u thye brenda tij. Krenaria, planet, takimet. Gjithçka u bë pa rëndësi. Ai pa 2 fëmijë të humbur në një botë të ftohtë dhe të pamëshirshme, dhe nuk mund të kalonte thjesht pranë. "Si quhesh?" pyeti ai. "Kiril", u përgjigj djali. "Kiril", filloi Aleksi. "Më duhet të shkoj me nxitim tani. Kam një takim shumë të rëndësishëm, por mund të blej diçka për të ngrënë? Dhe ndoshta të thras policinë që të na ndihmoj të gjejmë nënën tënde." Kirili tundi kokën. "Jo polici", shpëriti ai. "Do ta çojnë Alisën në jetimore. Nuk dua në jetimore." Aleksi ngry sy vetullat. Ai e dinte çfarë ishte jetimorja. Ai vetë kishte kaluar disa vite atje, derisa e mori gjyshja. Kujtimet e atij vendi nuk ishin as pak të mira. "Mirë", tha Aleksi. "Atëherë do t'ju blej ushqim dhe do të mendojmë diçka." Ai mori Kirilin dhe Alisën dhe i çoi në furrën më të afërt. U bleu bukë të freskët, qumësht, një biberon me formulë për foshnjë dhe fruta. Kirili u hodh mbi ushqimin me uri, dhe Alisa, duke lëpir buzët, piu gjithë formulën nga biberoni. Duke i parë, Aleksi ndjehu një nga tresë të çuditshme. Nga njëra anë e dinte që duhej të ikte. Takimi nuk mund të priste. Nga ana tjetër, nuk mund t'i linte thjesht këta fëmijë në mëshirë të fatit. Ai nuk ishte mësuar të ndërhynte në jetën e të tjerëve. Pas tragjedisë kishte mbajtur të gjithë larg. Çdo lidhje ishte një rrezik, dhe ai nuk donte të humbiste më. Por duke parë Kirilin dhe Alisën, e kuptoi se nuk mund të kalonte thjesht pranë. "Kiril", tha Aleksi, "duhet të shkoj. Kam një takim të rëndësishëm." "Por nuk mund t'ju lë thjesht kështu." Kirili e pa me frikë. "Nuk do të na braktisesh?" pyeti me zë të ulët. "Jo", u përgjigj Aleksi, "nuk do t'ju braktis. Do të mendoj diçka." Ai nxori telefonin dhe formoi numrin e ndihmës së tij. "Anuloj të gjitha takimet për sot", tha ai. "Edhe për nesër." "Po, është urgjente." Aleksi e pa Kirilin, e vogël, por tashmë kaq të rritur, dhe e kuptoi thjesht t'i ushqente nuk mjaftonte. Duhet të zblonte çfarë kishte ndodhur. "Kiril, a të tha mami ku do të shkonte?" pyeti Aleksi me zë të ulët, duke u përpikur të mos e tremte fëmijën. "Nuk e di", pëlbezoi Kirili dhe shikimi i rrëshqiti nga ana tjetër. Aleksi mori telefonin dhe thiri policinë. Shpjegoi situatën dhe dha adresën. Pritja ishte raskapitëse.
Aleksi ndjente shikimin e Kirilit mbi të, sikur ta kishte tradhtuar. Për të zbutur tensionin ndezi vizatime në telefonin e tij. Gradualisht djali filloi të interesojë. Alisa e ngrohur në krahët e tij kërhiste ëmbëlsisht. Më në fund mbritën 2 policë të rinj. Pyetje formale, shënime të thata, ku është nëna? Pyeti njëri prej tyre, duke parë poshtë drejt Kirilit. Nuk e di. Përsëriti djali si një lutje. Me të vërtet nuk e di, ndërhyri Aleksi. Ka jetuar në rrugë, kështu më tha. Policët shkëmbujnë shikime. Duhet t'i çojnë fëmijët në komisariat. Aty do të vendosin çfarë të bëhet më tej, tha njëri nga oficerët. Kirili kapi dorën e Aleksit dhe tha, mos na çoni në stre, ju lutem. Aleksi shtrëngoi buzët, e dinte se nuk mund të lejonte këtë. Kemi ndonjë mundësi tjetër? Pyeti ai. Kërkosisht në spital? Ose nëse keni mundësi, mund të merrni kujdestari? Por është një telash i madh. Aleksi e pa Kirilin, në sytë e tij të mbushur me frikë dhe me Alisën që flinte, pranoi, tha ai me vendosshmëri. Ishte zhurmë në komisariat. Aleksi telefonoi Ingën, shoqen e tij, një punonjëse sociale. Ajo premtoi se do të vinte dhe do ta ndihmonte. Pas disa orësh pritje dhe plotësim dokumentesh, Aleksi mori dokumentet për kujdestari të përkohshme. Kirili mori frymë thellë me lehtësim dhe ju afrua atij, duke thënë faleminderit. Apartamenti i Aleksit ishte i gjerë. Kirili shikonte përreth me habi. Gjithçka i dukej magjike. Aleksi bleu ushqim, rroba dhe lodra për fëmijë. Kirili ishte i përmbajtur, por pak nga pak filloi të gjallëroi. Ishte i turpshëm, por syt i shkëlqenin. Kur Alisa filloi të qante, Aleksi u hutua. Kirili e mori me vetbesim në krah dhe nisi të këndonte. Foshnja u qetësua pothuajse menjëherë. Aleksi mbeti i mahnitur. Pak nga pak ai filloi të ndryshonte, lexonte përralla, dilte për shëtitje, luante. Ai shikte fëmijët të loznin. Kirili nuk ishte më një djalë i friksuar, por një fëmijë i gjallë, i ngrohtë në ëndra të veta. Alisa ishte një foshnjë ëmbël dhe buzëqeshur. Një ditë Inga telefonoi. Aleksi e gjete maman e tyre, por ajo është në rehabilitim. Drogat, mënyra e vështirë e jetesës. Kthimi nuk është ende i mundur. Mund të ngrihet çështja e heqjes së të drejtave prindërore. Aleksi shtrëngoi krushtet. Ai nuk mund të jepte ata në jetimore. Cilat janë opsionet? Pyeti ai me vendosshmëri. Mund të aplikosh për kujdestari ose për birësim? U përgjigj Inga. Në mbrëmje, Aleksi gjeti Kirilin duke vizatuar. Djali kishte vizatuar të tre duke ecur në park. Çfarë do të ndodh me ne? Pyeti Kirili me zë të ulët. Nuk e di, ju përgjigj Aleksi me sinqeritet. Por do të bëj gjithçka që të ndiheni mirë. Të nesërmen në mëngjes Aleksi telefonoi Ingën dhe tha: po aplikoj për kujdestari. Nuk ishte e lehtë. Dokumente, komisione, inspektime, por ai nuk u tërhoq. Kaluan muaj. Aleksi u bë kujdestari zyrtar i Kirilit dhe Alisës. Ata u shpërngulën në një shtëpi në fshat. Fëmijët kishin dado, lodra dhe përkujdesje. Aleksi u bë ndryshe. Ai qeshte, qetësoi, mësoi të ishte një baba. Dhe një mbrëmje ndërsa po e fuste Kirilin në shtrat, dëgjoi: faleminderit baba. Lozat i rridhin në përfaqe dhe u përgjigj: natën e mirë bir. Të dashur shikues, çfarë mendoni për këtë histori? Ju lutemi na tregoni në komentet më poshtë. Faleminderit dhe mirë u ndëgjofshim në videot e radhës.